Përgjithësi i parë ushtarak për krijimin e strukturës të armatosur ka qenë Recep Molla. Përgjithësi i dytë në vitin 1985 ka qenë Fehmi Lladrovci. Përgjithësi i tretë ka qenë sekretari politik i Komitetit Drejtues të Lëvizjes Popullore të Kosovës, Fadil Vota. Përgjithësi i katërt ka qenë sekretari organizativ i Komitetit Drejtues pas largimit të Fadil Votës jashtë vendit për të shëruar, Fadil Afrim Xhitia. Afrim Xhitia dhe Farid Fazliu janë hallka e tretë e vrasjeve të bujshme të luftëtarëve për shtirimin e Dheut. Domethënë, rasti i parë është vrasja e Jusufit, Kadriut dhe Bardoshit, pastaj rënia e Regjepit dhe Nuhiut në Prishtinë, në një lagje tjetër, Kodrat Rima Tashi, ishte rënjesi dikur, dhe afrimi e Fahriu në Bregët e Diellit. Dy nëntori ka qenë një vit demarkacioni që definitivisht në mënyrë përfundimtare e ka ndarë gjithçka që pa luftë ne nuk shtirohemi dot. Ndërkohë që bazuar në informacionet që unë i di, që i kam dëgjuar nga detyrues të tjerë, përgjithësi i parë ushtarak për krijimin e strukturës të armatosur ka qenë Recep Molla. Përgjithësi i dytë në vitin 1985 ka qenë Fehmi Lladrovci. Përgjithësi i tretë ka qenë sekretari politik i Komitetit Drejtues të Lëvizjes Popullore të Kosovës, Fadil Vota. Përgjithësi i katërt ka qenë sekretari organizativ i Komitetit Drejtues pas largimit të Fadil Votës jashtë vendit për të shëruar, Fadil Afrim Xhitia. Dhe me Afrim Xhitin në 89-ën, pas rënies së tij bashkë me shokun e bashkëveprimtarin e tij Farid Fazliun, si thua, ka rënë perdja, nuk është diskutuar më. Sepse një vrasje jashtë Dheut, dy brenda në konflikte, luftë të pabarabartë, por me një qëndresë titanike, 3 janë të mjaftueshme për të bindur dhe për të marrë vendim, ndërkohë që Jugosllavia kishte filluar të shpërbej, sepse në vitin 89 Afrim Xhitia bashkë me Farid Fazliun, por edhe me shumë veprimtarë të tjerë, të cilët më vonë edhe janë heronjë dëshmorë të Dheut, po edhe veprimtarë të devotshëm, kanë bërë shumë. Lëvizja politike ilegale ka shënu rritje të jashtëzakonshëm dhe i ka pjekur kushtet dhe ka bërë të paevitueshme krijimin e asaj që ne njohim tani të gjithë ushtria shqiptare e Kosovës.